Deputeti i Aleancës për Shqiptarët Halil Snopçe ka ngritur shqetësime serioze lidhur me strategjinë e re për zhvillimin e kulturës në periudhën 2026-2030, duke paralajmëruar për një tendencë për mbylljen ose fuzionimin e ansamblit muzikor në Tetov me një institucion tjetër. Sipas tij, një veprim i tillë do të dëmtonte rënd jetën kulturore jo vetëm në Tetov, por në të gjithë rajonin e Pollogut, por gjithashtu edhe në nivel shtetëror. Snopçe hodhi poshtë pretendimet e përfshira në strategji, sipas të cilave ansambli nuk ka staf të mjaftueshëm, kushte të përshtatshme apo mbështetje reale. Në këtë strategji, për shembull, zoti ministër, ju keni parapar mbylljen apo fuzionimin e këtij ansambli muzikor në Tetov. Unë parashtoj pyetje, pse të mbyllet ky ansambël, ose në bazë të çkajt do të fuzionohet dhe me cilën instancë do ishte bërë fuzionimi. Pra, çka është qëllimi? Pse të mbyllet kjo instancë shumë e rëndësishme kulturore, jo vetëm për Tetovën dhe Pollogun, por për gjithë shtetin tonë? Snopçe gjithashtu rikujtoi se problemi i mungesës së një godine adekuate për teatrin e Tetov vazhdon prej më shumë se 20 vitesh, duke shtuar se ndërtimi i tij do të zgjidhte edhe çështjen e hapësirave për ansamblin. Ai vlerësoi performancën e ansamblit duke theksuar se edhe me staf të kufizuar ka arritur rezultate konkrete si organizim i 5 koncerteve në vitin e parë dhe dyfishimin e tyre në vitin e dytë, përfshirë edhe një koncert simfonik. Në dokumentin që e keni emërtuar si strategji, shkruan për shembull zoti ministër se ky ansambël është hapur pas staf dhe mbështetje reale. Kjo nuk është e vërtetë, sepse ka pasur pëlqime për punësime, për staf, dhe për shkak të vonesës nuk është realizuar. Dhe nuk është ansambli fajtor për vonesën. Fajtor për vonesën është vetë Ministria e Kulturës dhe qeveria. Dhe qeveria ka bërë blokazhe për vazhdimsimin e punësimeve. Nuk është faja e ansamblit pra. Në strategji zoti ministër poshtë shkruan se aty nuk krijon vende të qëndrueshme pune. Përsëri s'ka logjik. Sepse janë parapar vende pune me sistematizim, ka plan, ka sistematizim. Vetëm ju si ministri nuk e kryeni obligimin. Në reagimin e tij, deputeti ngriti edhe çështjen e trajtimit të pabarabartë, duke krahasuar situatën me orkestrën në manastir, e cila sipas tij funksionon normalisht dhe vazhdon të marrë mbështetje institucionale. Si është e mundur që për manastirin ka mbështetje të vazhdueshme, ndërsa për Tetovën vazhdojnë bllokadat, pyeti Snopçe.